Vdisha për bukë. Betoj. Po të kesh restoran? Ergi, përshëndetje dhe faleminderit që na pranove për të disa të herë këtu në Berlin në restorant Kolonia. Përshëndetje dhe kënaqësi gjithmonë që jeni tek restorant Kolonia dhe mirë se të vini gjithmonë deri gjithmonë. Unë do doja që ta nisim këtë intervistë tonë, për cilën ndoshta është duke e parë për herë të parë intervistën tuaj në Blokonomi, me si nisi ideja jote për të hapur një restorant me ushqim dhe gastronomi tradicionale shqiptare në zemër të Berlinit. Shumë vite më përpara faktikisht, që në fillimet e mia kur kam ardhur për herë të parë në Berlin, nga mungesa, për fatin e keq, nga mungesa e kuzhinës tradicionale shqiptare këtu në Berlin. Dhe jo vetëm, e para kjo e shikoja një mungesë time personale që nuk isha diku ku të më ktheheshin këto ushqimet e nënës time, por dhe sa vinte dhe u rrita këtu në Berlin, shikoja që e kisha dëshirë shumë madhe që kuzhinën tonë t'ja promovoja të huajve, gjermanëve dhe çdo kujt tjetër t'i flisja për Shqipërinë në radh parë nëpërmjet kuzhinës. Sa po hyn në dyert dhe shkallët e Kolonjës, ti e kupton që ke një eksperiencë të sjell Shqipërinë në Berlin. Çfarë të bën të veçantë të ardhurit në Kolonjë? Për gjithë ata që nuk kanë qenë ndonjëherë në Shqipëri, për gjithë ata që nuk kanë qenë ndonjëherë te Kolonja, ne këtu që nga dita e parë, Kolonja tani edhe pak ditë të bën 2 vjeç, rritet ngadalë, kemi marrë kështu si bebe të vogël të pa lindur akoma, e kemi lindur edhe e munduar të arrisim ngadalë. Jemi munduar dhe vazhdojmë mundohemi gjatë gjithë kohës që t'i japim atë eksperiencën e Shqipërisë, t'i japim atë kuzhinën tradicionale të Shqipërisë, ato duart të nënës, t'i japim atë motivet shqiptare, sikur të edhe ti, sapo futesh te Kolonja, shikon motive tradicionale shqiptare, shikon atë mikpritjen që ne shqiptarëve në përgjithësi ne nuk na mungon, nuk na ka munguar kur. Kolonjës jo, pa diskutim. Dhe mundohemi që t'i japim që gjithëve këtë eksperiencë nga mikpritja te kuzhina, te këto erzat e mira që ne përdorim për ushqim. Klientët e restorant Kolonia janë vetëm shqiptar apo edhe të huaj? Tek restorant Kolonia për fatin e mirë vinë dhe shqiptar dhe të huaj. Nëse do e ndaja në statistika, mund të them me bindje shumë plot që 80% e klientelës është e huaj. Nuk mungon pa diskutim klientela shqiptare, ne kemi bërë ditëlindje, ne vazhdojmë të bëjmë ditëlindje, kemi bërë fejhesa, martesa, janë martuar shqiptar me shqiptar, janë martuar shqiptar me një të huaj dhe është një ndjenjë shumë e veçantë që kur shikon një të huaj të shkeli për herë të parë dhe t'i pëlqej veshja jonë, do të thënë kur them veshja e Shqipërisë, veshja e Kolonjës, t'i pëlqej kuzhina tradicionale shqiptare, është krenari e veçantë. A kanë të huajt një pjatë të preferuar nga kuzhina që ju servirni në restorant Kolonia? Po nuk mund të them një, po mund të them disa, sepse është edhe ditë ndryshme, ne për fatin e mirë dhe pse bëjmë tani për pak ditë 2 vjeç, do të thotë që ne këtu kemi dhe një klientel bazë. Ja shumë kemi një klientel realisht rregull që vijnë dhe çdo ditë, ka dhe nga ata që vijnë çdo javë, çdo muaj apo edhe 2-3 herë në vit, por nuk na harrojnë. Dhe ata gjithmonë duan që të provojnë dhe gjërat e tjera çfarë ne kemi. Nëse do mund të veçoja, ne kemi për shembull petullat e fshirat Korçës, ne kemi roshnicat e Kolonjës, ne kemi jufkat e Dibrës, se këtë e bën të mirë Kolonjën dhe të veçantë Kolonjën, që Kolonja nuk është vetëm Kolonja në Berlin, po Kolonja në Gjermani, në Berlin përfaqëson gjithë shqiptarinë anë ban. Dhe jo vetëm kur them shqiptarinë, do të thënë jo vetëm Shqipërinë jug-veri, por përfaqëson Kosovën i pjesë me çfarë ne mundohemi që të bëjmë disa gatime tradicionale nga Kosova, Maqedoninë e Veriut dhe Malnezi po diskutojmë. Sa e rëndësishme është për ty si themeluesi i Kolonjës që të promovosh edhe lëndën e parë apo edhe nën produktet që vijnë nga Shqipëria? Është shumë e rëndësishme dhe realisht luftoj çdo ditë që ta promovoj këtë gjë. Për fatin tonë të keq që jemi i vendi i tretë dhe nuk jemi në Bashkimin Evropian, është tepër e vështirë kjo gjë që produktet lënda e parë vinë nga Shqipëria. Këtë kemi pasur me shefa kuzhine që kanë ardhur, na kanë bërë trajnime këtu, ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë e vështirë, por për fatin tonë të mirë, këto produkte, kur flasim produktet e misit, të djathit, të qumshtit, të kosit, i marrim nga vendet e Bashkimit Evropian, por me recetën, pa diskutim me recetën autentike shqiptare, sikur ka qenë në kohët më përpara dhe sikur vazhdon të jetë tani. Dua të veçoj verat, ujin,
vera që kemi futur tani, kemi shumë kantina nga Shqipëria, e dua të them që realisht kemi sigur e them që kemi një ndër kuzhinat më të mira në Europë, di të them që kemi dhe ndër verat më të mira në Europë, gjithashtu dhe uji që nuk mungon. Ka pasur sfida në këto 2 vite që ti ke krijuar restorant Kolonja? Po sfidat vazhdojnë dhe janë dhe pjesë e jetës, jo vetëm pjesë e biznesit. Në fillim po diskutim ka qenë sfidat kanë qenë më të mëdha sepse eksperienca ime në gastronomi është shumë e madhe, që do të thonë e kam nisur që 12 vjeç që të punoj nëpër restorante, por të jesh pronar, shef i një restoranti dhe ta promovosh atë gjë, ka ato delikatesat e veta dhe ka një përgjegjësi shumë herë më të madhe se sa ta shikosh që diçka nga jashtë dhe thua kjo bëhet kështu, kjo bëhet ashtu. Sfidat vazhdojnë të jenë, por kur e do e bën me pasion, unë e kam hobi këtë gjë, unë jo vetëm hobi, e kam dhe mënyrë jetese, nuk është vetëm një hobi, por më pëlqen kjo gjë, më pëlqen sepse promovoj Shqipërinë. Do të thënë më pëlqen sepse nuk gënjej për atë çfarë jap, nuk gënjej për atë çfarë them. Kur them që është një kuzhinë shumë e mirë, është realisht një kuzhinë shumë e mirë. Ti ke dëshirin e parë të promovuarit të kuzhinës shqiptare këtu në Berlin, jam shumë e sigurt edhe më gjerë me word of mouth. Si e shikon ti të ardhmen e gastronomisë shqiptare në Berlin? Unë realisht edhe shumë mirë që e ceke këtë gjë, se shpresoj që të motivojmë dhe disa njerëz kryesisht shqiptar që shpresojnë realisht të hapen sa më shumë restorante shqiptare me kuzhinë tradicionale shqiptare, shumë e rëndësishme. Nëse do të marr një shembull, të mos e them dhe të rithem tani, por realisht kemi kuzhinë shumë mirë. Dhe nëse do merrja një shembull që them është një kuzhina greke, këtu mund të jenë, le të marrim një shembull, ka 1000 restorante greke, dhe unë nuk njoh asnjë restorant grek që nuk ka punë. Dhe askush nga ne dhe kushdo që është në Berlin, në Gjermani, ja di që çdo restorant grek ka punë. Pse? Sepse këta shumë vite më përpara e kanë branduar këtë emër. Ti kur e shikon që lexon atje taverna më të mëdha, njerëzit të huajt, qofshin edhe shqiptarët, e dinë çfarë na pret aty brenda. Dhe për kuzhinën tradicionale shqiptare fatkeqësisht akoma nuk e dim këtë gjë, ku është, çfarë ofron kuzhina tradicionale shqiptare. Të pakët janë apo të shumta ata njerëz që kanë qenë në Shqipëri, e kam provuar aty kuzhinën tradicionale shqiptare, por duhet ta zgjerojmë dhe më tej. Duhet ta zgjerojmë, t'ju tregojmë njerëzve kush është, çfarë është. Kush janë planet e tua të ardhme për restorant Kolonjën? Ose ta pyetëm pak më të drejtë për drejtë. Ka ergin në mendje një restorant Kolonja për herë të parë në Tiranë? Po. Nëse ishte drejt për drejt, ta jap dhe unë kështu një domethënë, nëse do më pyesje, nëse do më ktheje 4-5 vite përpara se të ishte restorant Kolonja, jo në mendjen time, se sigur thash ka shumë vite që është në mendje dhe në dëshirën time, por nëse do kthehesha 4-5 vite më përpara, unë nuk doja të kthehesha në Shqipëri. Domethënë e shikoja, isha ambientuar disi këtu, por në momentin që hapa restorant Kolonjën, fillova të dua më shumë Shqipërinë. Fillova të dua më shumë kuzhinën shqiptare, sepse e pash kur marr dhe këtë feedback nga të huajt që thonë, është kuzhinë shumë e mirë, pse nuk ka këtu? Ka kaq vjet që ju e keni këtë, që ka kaq shumë shqiptarë në Berlin. Sipas statistikave janë diku 100-120.000 shqiptarë në Berlin. Do të thënë është shumë e madhe, dhe ne dim shumë mirë që shumë kuzhina këtu pronar ndër emrat më të mëdhenj kanë kuzhina italiane apo kuzhina greke. Dhe në këto 2 vitet e Kolonjës kam qenë shpesh në Shqipëri, për fatin tim të mirë, por edhe për të parë aty, për të marrë dhe diçka nga Shqipëria për ta sjellë tu në Berlin tek restorant Kolonja. Dhe do doja shumë realisht, do doja shumë që të jetë një Kolonja në mes Tiranës, sepse sigur e bën të vështirë, po e bën të lehtë të kthehemi tek lënda e parë, sepse aty do ishte një diçka shumë e bukur, Kolonja në Tiranë me lëndën e parë që do vinte menjëherë nga Kolonja, do vinte nga Dibra, nga Kuksi, nga Saranda, të gjitha të shqiptarin do e kishim aty. Pse jo? Unë kryqëzoj gishta dhe qofsh një auguri mirë me këtë pyetje që bëre, që në vijim të kemi një Kolonja në Tiranë. Mendimin e Zotit, po. Deri në momentin që restorant Kolonja të vinë në Tiranë, deri atëherë ne do vazhdojmë vim në Berlin për të konsumuar kuzhinën e restorant Kolonja. Unë të falenderoj sot për intervistën. Faleminderit Bleri, me gjithmonë kënaqësi.